الله أكبر 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 كبيرا كلما لبى ملب وكبر الله أكبر كلما طاف بالبيت طائف وكبر الله أكبر كلما ضحى مضح وكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وكبروا تكبيرا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وكبروا تكبيرا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكبروا تكبيرا Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shembulltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala që përkujtoj edhe juve në këtë hutbë të kësaj dite të madhe, është kuptimi i vërtet i kurbanit. Vëllezër të dashur, kurbani nuk është thjesht therrja e një kafshe, si një traditë fetare. Mirëpo, kurbani përfaqëson një sakrificë shpirtërore, një sakrifikim material për t'u afruar te Allahu i lartësuar. Me kurban ne shprehim bindje, sinqeritet, solidaritet shoqëror, mëshirë dhe vetë sakrifikim të gjitha aspekteve tona. Allahu thot Kur'an: "La yanala Allahu luhumuha wala dima'uha." Tek Allahu nuk do të arrin as mishi i kurbanit, as gjaku i derdhur nga kafsha e kurbanit. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Por ajo që arrin te Allahu i lartësuar është devotshmëria, është sinqeriteti, është bindja, është sakrifica e juaj me sinqeritet për hir të Allahut të lartësuar. Një nga aspektet e sakrifikimit, për të cilin do të ndalemi sot pak më shumë të trajtojmë në këtë hutbe, është sakrifikimi
ynë për të mbrojtur fen dhe vlerat e saja, sidomos të rrezikuara në vendin që jetojmë dhe në të gjithë parametrat, në të gjitha aspektet në të cilat sot zhvillohet në mbar botën, që mund të themi ndryshe, pra një globalizëm mbar botëror, që si pasoj e këtij globalizmi padyshim rrezikohen edhe vlerat e fesë moralit, edhe vlerat e dinit ton të shtrenjtë e të shenjtë. Për atë sakrifikimi i kurbanit për Allah, padyshim që nënkupton sakrifikimin, një prej atyre aspekteve që mësojmë është edhe sakrifikimi i mbrojtjes së fesë son kudo që ne të gjendemi. Allahu i madhruar thot kështu: innama kana qawlul mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih. Kjo është shumë e rëndësishme, thot Allahu në Kur'an, dhe fjala e vetme e besimtarëve kur ata do të thirren për te Allahu, kur ata do të thirren për të sakrifikuar mbrojtjen e fesë, kur do të thirren të sakrifikojnë zhvillimin, përparimin, për kujdesjen ndaj fesë, ndaj mësimeve të saja, cila duhet të jetë përgjigja jonë, duhet të jetë sami'na wa ata'na, ashtu si na mëson Allahu, dëgjuam dhe u bindëm. Pra, edhe ne le të jemi nga ata që themi dëgjuam dhe u bindëm sakrifikimit të mbrojtjes së fesë dhe traditave tona. Pastaj thot Allahu: ulaika humul muflihun, e ata që sakrifikojnë, gjithçka, nga pasuria, nga shëndeti, nga kapacitetet, ata vërtet do të jenë të shpëtuar edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Pra, vëllezër të dashur, nëse dëshirojmë mirësi të kësaj bote, shpëtim në botën tjetër, e kemi detyrë fetare që ne të sakrifikojmë për mbrojtjen e fesë son dhe vlerave të saja, po ashtu edhe vlerave tona si popull shqiptar. Nëse ne nuk kemi krenari islamin sot, nesër fëmijët tonë do të kenë turp prej islamit. Kurbani është kujtesë vjetore se kush jemi. Ne jemi bijtë të Ibrahimit alayhis salam, musliman që nuk përshtaten me çdo rrym, por ato mbrojnë identitetin e tyre që e kanë. Në ditët e sotme nuk na kërkohet, siç ju kërkua Ibrahimit, të flijonte djalin Ismailin ta therrte kurban, dhe e dim të gjithë, apo? Nuk kërkohet ajo që ju kërkua Ibrahimit. Shifçaria është kërkuar. Paramendoni pak, analizojmë gjithë, ta therr djalin e tij kurban. Sot nuk kërkohet ky flijim, por se kërkohet të flijojmë fëmijët tonë që të imbajmë ato të kapur për vlerave të tyre shpirtërore. Të ndihmojmë fëmijët të kuptojnë kurbanin jo si tradit. Hajde me babën dhe therim kurbana, ke pagu, s'ke pagu, të shofim malir, shofim... Ja, nuk i mësojmë kështu fëmijët, që therim kurban një kafshë dhe kaq. Ja, kjo është gabim. Kjo është gabim. Thjesht kurbani është një përkujtim i sakrifikimit për të mbrojtur të gjitha vlerat dhe identitetin ton. Për atë, le të jetë ky bajram, kurbani, fillimi i një përpjekje për të qenë të dukshëm dhe krenar me fen ton, pa frikë e pa turp.
Lusim Allahun e madhruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të ja u ketë pranuar haxhin, adhurimet dhe lutjet të gjithë haxhive që e kanë kryer haxhin. Po ashtu lus Allahun e madhruar të na pranoj kurbanet tona, të na pranoj adhurimet dhe lutjet tona. Dhash Allahu Gjelleshanuhu të ketë paqe në mbarë botën, në veçanti në Gaza edhe në Palestinë, ku janë më të nevojshëm. Allahu i madhruar në udhëzoft fëmijët tonë në Islam, ashtu siç duhet, dhe i bashkoft muslimanët si ummet, si popull, kudo qofshin. Amin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu wa tubu ilayh, innahu huwa at-tawwabur rahim.